Imara ka mbaruar numërimin me një rezultat të qartë për Partinë Socialiste 51.26%, përkundrejt 38.01% për Partinë Demokratike, sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare. Ka përfunduar numërimi për subjektet politike në KZAZ numër 89 në Bashkinë Imar për 3 njësit administrative, Imar, Horganisht dhe Lukov. Partia Socialiste për 36 qendrat e votimit ka marrë 3.196 vota, Partia Demokratike 2.370 vota, ndërsa partitë e tjera 668 vota. 214 flet votimi kanë dalë të pavlefshme. Diferenca midis dy partive kryesore është 846 vota në favor të Partisë Socialiste. Një rritje numrit votuesve krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 me 5.882 votues ka përforcuar rezultatin për Partinë Socialiste kur ky numër votuesish u bë 6.219, por diferenca në votim për Partinë Socialiste edhe nga zgjedhjet e fundit vendore është shtuar përkundrejt forcës së djathtë në këtë zonë.